إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona I dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se gjuhët e njerëzve, gojet e njerëzve nuk janë ndalur asnjëherë. Njerëzit kanë folur gjatë gjithë historisë. Fjalët e tyre kanë qenë gjatë gjithë njerëzve, gjatë historisë së njerëzimit. Njerëzit kanë folur edhe kundër njerëzve më të mirë dhe më të zgjedhur, kundër pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Njerëzit e kanë akuzuar edhe Nuhin alayhi salam, e kanë ofenduar edhe Ibrahimin alayhi salam, kanë shpifur edhe kundër Musait alayhi salam, kanë shpifur edhe kundër Merjemit dhe Isait alayhi salam, e kanë akuzuar, e kanë tallur, kanë shpifur edhe kundër njeriut më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë, njeriut më të mirë, kamba e të cilit ka shkelur mbi sipërfaqen e tokës, njeriut më të zgjedhur, të dashurit të Allahut Azza wa Jall, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit edhe ndaj tij folën, njerëzit edhe ndaj tij shpifën, njerëzit edhe atë akuzuan. Gjuhët e njerëzve nuk janë ndalur asnjëherë. Pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e akuzuan, shpifën, duke I thënë atij poet, duke I thënë atij magjistar, duke I thënë atij I çmendur, duke I thënë atij fjalë të rënda, akuza të mëdha ndaj njeriut më të zgjedhur, më të mirë që ka ekzistuar në mesin e njerëzve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe akuzat dhe shpifjet dhe fjalët e njerëzve nuk ndalen asnjëherë, mirë po ato në raste të caktuara ndikojnë, e thyejnë zemrën e njeriut, e lëndojnë shpirtin e besimtarit. Këto fjalë, këto shpifje, këto akuza e rënduan edhe shpirtin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, derisa Allahu Azza wa Jall tha: "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ne e dim, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne e dim që ty të ngushtohet gjoksi nga fjalët që ata I thonë. Njerëzit flasin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ngushtohet gjoksi kur dëgjon për ato fjalë. Allahu Azza wa Jall tha: "Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin." Mirë po ti madhroj Allahun Azza wa Jall. Njerëzit flasin, njerëzit akuzojnë, njerëzit shpifin, ti mos u drejto te njerëzit, nga se gjuhët e tyre nuk do të ndalen asnjëherë. Ti drejtohu ndaj Allahut Azza wa Jall, ti kthehu te Allahu Azza wa Jall. Fasabbih bihamdi rabbik, ti madhroje Allahun Azza wa Jall, wa kum minas sajidin, dhe bëhu prej atyre që binë në sejdë. Kur të ngushtohet gjoksi, kur të randohet jeta, kur të vështirësohen gjërat,
kur njerëzit flasin ndaj teje, mirë po ti je i pastër te Allahu Azza wa Jall, bjeri në sejdë Allahut dhe thuaj subhana rabbiyal a'la wa kum minas sajidin, bëhu prej atyre që bin në sejdë, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Allahun sa të jesh gjallë, adhuroje Allahun deri në vdekje dhe mos u merr me fjalët e të tjerëve. Ato fjalë nuk u ndalën, vazhduan, njerëzit shpifën ndaj Abu Bakrit radiallahu anhu, ndaj Omerit radiallahu anhu, duke thënë, duke vazhduar shpifjet e tyre edhe pas 1000 viteve, duke thënë që Abu Bakri dhe Omeri i agrabitën, i morën me dhunë hilafetin Aliut radiallahu anhu. Këto shpifje sot vazhdojnë në gjuhët e miliona njerëzve dhe njerëzit nuk ndalen. Shpifën kundër Uthmanit, shpifën kundër Aliut, shpifën kundër Sadit, e kështu me radhë. Gjuhët e njerëzve nuk ndalen, mirë po në rastet të caktuara shkaktojnë plak të rënda në shpirtin, në zemrën, në jetën e besimtarit. Njerëzit flasin, kështu ndodhi me një prej dietarëve më të mëdhej që ka pa historia e këtij ummeti, i njohur në mesin e gjithë muslimanëve, i quajtur Imam Buhariu rahimahullah. E kush nuk e njeh Imam Buhariun, kush nuk ka dëgjuar për Imam Buhariun, libri i të cilit Sahihu i Imam Buhariut, i cili është i përhapur në gjitha vendet e botës, i përkthyer në gjitha gjuhët e botës, libri më i vërtet i haditheve, i fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, më i vërteti, i cili është në duart e njerëzve për t'i lexuar, për t'i shtjelluar, për t'i shfletuar, për t'i mësuar, për t'i jetësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, edhe Imam Buhariu, si shumë të tjerë, u sprovua nga gjuhët e njerëzve, nga shpifjet dhe akuzat e ndryshme. Imam Buhariu udhëtoi nga vendi i tij për një vend tjetër i cili quhej Neisabur. Imam Buhariu do të arrin në Neisabur. Njerëzit dëgjuan lajmin për ardhjen e tij. Një prej dietarëve të mëdhejta asaj kohe, i quajtur Muhammed bin Yahya al-Dhuhli, ishte para xhamatit, para nxënësve të tij, ju tha atyre, nesër në vendin ton do të vjen Imam Buhariu, une do të dal ta pres atë, kush don le të del së bashku me mua. Ditën e nesërme në Neisabur do të hin Imam Buhariu. Njerëzit dolën, populli dolën, hoxhallarët dolën, prijësit dolën që ta prisin këtë dietar të madh në vendin e tyre. Arriti Imam Buhariu, njeri i lartë, me dije të gjerë, me hadithet për ciljen e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pritën populli, e pritën njerëzit, hyri në atë vend. Imam Buhariu shpërndan hudhën lule, shpërndan ëmbëlsira nga gëzimi i ardhjes së këtij dietari. Pas një kohe, Imam Buhariu në një prej xhamiave të vendit filloi që t'ju ligjeron njerëzve, që t'u apërcjell atyre mësimet e fesë Allahut Azza wa Jall, derisa një ditë prej ditëve ishte përhapur në mesin e asaj kohe, në mesin e njerëzve, një fitne, një sprov, një devijim i madh i atyre të cilët thonin Kurani është i krijuar për dallim prej besimit të pastër të ehli sunetit, i cili thot Kurani është fjala e Allahut Azza wa Jall. E disa pastaj vazhduan duke thënë shqiptimi im i Kur'anit, i fjalëve të Allahut është i krijuar. Ishte kjo një fitne e asaj kohe. U ngrit dikush që t'i ban pyetje Imam Buhariut, o Imam, çka mendon ti? Shqiptimi im i Kur'anit është i krijuar ajo?
Imam Buhariu nuk u përgjigj fare. O imam, a është shqiptimi im i krijuar i Kur'anit ajo? Imam Buhariu nuk u përgjigj fare. Herën e tretë, o imam, shqiptimi im në leximin e Kur'anit, a është i krijuar ajo? Atëherë Imam Buhariu u përgjigj duke thënë, Kur'ani është fjala e Allahut Azza wa Jall, nuk është e krijuar. Veprat tona janë të krijuara. Ky njeri dhe disa të tjerë ose e marrën në formë të shpifjes, ose e marrën në formë të keqkuptimit, dolën dhe e shpërndajtën fjalën që Imam Buhariu është duke i thënë këto fjalë, shqiptimi im i Kuranit është i krijuar. Këto fjalë i arritën edhe atij dietari, atij i cili ishte edhe hoxhi Imam Buhariut më herët, Muhammed bin Yahya al-Dhuhli rahimahullah. Kur i dëgjoi këto fjalë, atëherë filloi të flet kundër Imam Buhariut. Subhanallah, njerëzit ndryshojnë, fjalët e tyre ndikojnë. Ky dietar filloi që t'ju thotë nxënësve, mos prezantoni te Imam Buhariu. Subhanallah, mos prezantoni në xhami, në ders, në ligjërat te Imam Buhariu. Mos prezantoni derisa kaloi një kohë, fitneja u rrit edhe më shumë. Atëherë tha, kush prezenton te Imam Buhariu, mos prezenton në ligjëratën time, në xhamin time. U ngritën dy njerëz, Imam Muslimi rahimahullah dhe Ahmed bin Salama rahimahullah. Shkuan në dersin e Imam Buhariut. Ai Imam Buhariu, xhamia që nuk e nxinte xhamatin e tij, në fund mbeti në ligjëratën e tij vetëm me 2 xhamat. Subhanallah. Për çfarë arsye? Për arsye të shpifjeve. Sa shpifje janë bërë në historinë e njerëzve, në atë kohë dhe në këtë kohë, kundër dietarëve, kundër hoxhallarëve, kundër besimtarëve, duke u shpjeguar Imam Buhariu që jo, unë nuk kam thënë në atë mënyrë, unë nuk kam thënë në atë gjë, unë them ndryshe, bindja ime është ndryshe. Mirë po fjalët e njerëzve u përhapën aq shumë, derisa Imam Buhariu u rëndua aq shumë, u largua nga ky vend dhe filloi të largohet nga një vend në një vend tjetër, nga një vend në një vend tjetër, derisa e pa që i është ngushtuar dunjaja. Atëherë u lut Allahu Azza wa Jall edhe tha, o Zot, ja Rab, mua më është ngushtuar dunjaja, më merr te ti o Zot. Nuk kaloi kohë e gjatë përveç se Allahu Azza wa Jall i amori shpirtin Imam Buhariut. Vdiq Imam Buhariu nga ngushtimi i gjoksit, nga ngushtimi i shpirtit, nga akuzat e mëdha, nga shpifjet që ju ban në atë kohë. Për çfarë arsye? Duke menduar njerëzit që do ta rrezojnë Imam Buhariun, do ta rënojnë pozitën e Imam Buhariut. Vdiq Imam Buhariu me pak xhamat. Mirë po, sot është prej dietarëve më të mëdhenj në botë që ka më së shumti xhamat. Nuk ka vend në botë që nuk përmendet ky dietar dhe që nuk lexohen librat e tij. Atë që e ngrit Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që e ul. Atë që e ngrit Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që e nënçmon. Mirë po shpifjet e njerëzve dhe akuzat e tyre ka mundësi që të bëjnë dëm dhe të sjellin ndikim negativ për një kohë. Andaj besimtari, andaj secili prej nesh duhet të ruan gjuhën e tij, mos të flet në atë që nuk i takon, mos të flet në atë e cila nuk është e vërtetë, mos të flet në atë që nuk e ka kuptuar, mos të flet nga se do të jep llogari para Allahut Azza wa Jall për çdo fjalë që e ka thënë, e sidomos nëse shpif, nëse përhap fjalë të cilat nuk janë të vërteta. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e thot për një musliman një gjë të cilën nuk është e vërtetë, do të hudhet në xhehenem, në qelbin dhe në langun e xhehenemlive, do të qëndron në atë vend derisa të pastrohet nga shpifjet e tij. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të ne pastron zemrat tona.
Allahu të na i pastron zemrat tona. Allahu të largon nga zemrat tona xhelozin, zilin, mllefin, urrëtitjen ndaj njëri tjetrit. Allahu të shton dashurinë në mesin e muslimanëve. Allahu të i bashkon safat e besimtarëve. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na i ruan gjuhët tona. Allahu të na i pastron gjuhët tona nga shpifjet, nga akuzat e pabaza, nga gënjeshtrat, nga përgojimi, nga nënçmimi. Allahu azza wa jall të na bën prej atyre që ecim në rrugën e Allahut. Model në këtë rrugë e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na bashkon në xhenetin e tij me pejgamberët e tij, me sahabët dhe me dietarët e mëdhenj të këtij ummeti. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.